Mirëmëngjesi miqtë e mi, uroj që jeni gdhirë mirë sot në mëngjes me energji pozitive plot. Në rast të parë do doja t'ju falenderoja për të gjitha komentet pozitive që keni dhënë në videot e mia. Vërtet më jeni bërë burim energjie pozitive. Ju të shmoj jashtëzakonisht. Sot kam zgjedhur si temë për të ndarë me ju besimin në vetvete. Kur isha e vogël dhe krijoja diçka, shkoja tek babi dhe gjithë kohën kërkoja miratimin e tij. Kur u rrita, kërkoja miratimin e njerëzve. Kjo mu bë pengesë, frika dhe se çfarë do thonin të tjerët për atë që unë do bëja, u bë një pengesë shumë e madhe për ecurinë time në jetë. Kisha shumë dëshira brenda meje, shumë projekte që doja t'i realizoja, por nuk ja dilja mban, sepse më pengonte frika dhe ideja se çfarë do thonin njerëzit. Por ai që më nxiti të ecë përpara ishte vëllai im. Ai e pa forcën time. Më nxiti të realizoja dëshirën time. Dhe dëshira ime ishte që unë të hapja një laborator timin dhe të vazhdoja profesionin tim nga aty ku punoja në shtet në punën time. Dhe e hapa laboratorin. Kishte zëra të cilët thonin ajo nuk do t'ja dalim ban. Ajo do ta mbylli shumë shpejt laboratorin. Ja, shikojeni. Por unë ja dola dhe shumë mirë. Aq sa hapa dhe 2 laboratore të tjerë dhe vazhdova e i mbajta derisa erdha këtu në Amerikë. Por kur erdha këtu në Amerikë, përsëri u ktheva në gjendjen e mëparshme. U mbylla në vetvete dhe thosha e pamundur, atë që arrita në Shqipëri nuk kam për të arritur këtu në Amerikë asnjëherë. Fillova të bëhesha kaq keq sa që nuk po njihja veten time. Por meditimi më ndihmoi. Fillova të dëgjoj zërin tim të brendshëm që më thoshte: "Ti je zonja, ti do t'ja dalësh mban. Mos e lër veten tënde të mbytesh. Ti di not. Hec, noto, jepi krave, dil në breg." Dhe vërtet, i thash vetes kur ajo fillova të kërkoj dhe gjeta punë në internet, punë, biznes online. Në fillim e kisha shumë të vështirë, sepse kishte dhe ajo sfidat e veta. Shikoja shoqet e mia që flisnin online dhe i adhuroja dhe thoja, unë s'kam për t'ja dalë mban. Unë e kam frikë kamerën. Unë nuk e duroj dot nëse njerëzit do flasin dot keq mbrapa meje. Por ja që ja dola mban, e mposhta frikën e idesë se çfarë do thonë njerëzit. E mposhta frikën përpara kamerës, bëra kaq përpjekje. I shikoja, nuk më pëlqenin, i kthesha përsëri. Bëja përsëri video të tjera dhe ja ku arrita sot, flas me ju pa frikë dhe lirshëm. Dhe ju falenderoj vërtet, sepse ju ishit ata që më dhat më shumë guximin që të vazhdoja dhe t'isha kaq e lirshme me ju. Derisa ja dola unë mban, edhe ju do t'ja dilni, edhe ju do ta mposhtni frikën. Mos dëgjoni zërat e botës, dëgjoni zërin tuaj të brendshëm. Ai thërret vërtet brenda jush duke ju thënë, lëvizni, se jeni të Zotit, do ja dilni mban. Besimi në vetvete është gjithçka. Besoni dhe ju tek vetja juaj, siç besova unë. Dhe vërtet do bëheni shumë të arrirë në jetën tuaj. Ju faleminderit që më dëgjuat dhe mirupafshim në videot e tjera.